Me këngën ti nuk e di, ti ke bërë kusht muzike apo jo, por për fatin të keq nuk e fituar asnjë kompeticion. Jo, nuk kam fituar asnjë gjë. Deri tash, një herë vetëm që fitova, ishin me gëzim familjar, mora vendin e tretë. S'ka problem. Kiara, e kemi në këtë lidhje Skype sot, sepse do na jap një lajm të mirë. Ka triumfuar në The Voice of the Stars Zagreb. Kiara Ibraj, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë si u gjej. Ka marrë leje sot. Eh? Ka marrë leje 2 orët e para. Kiara ka bërë dhe një intervistë tjetër me ne apo jo? E ka bërë. Dhe që atëherë është rritur në mënyrë të çuditshme. Por përpara kemi folur me një fëmijë të vogël, tani me një zë njohur të vërtet. Ke rritur dhe flokët një çik apo jo? Aha. Nuk ka bën ti kolegi. Po. Vetëm flokët e tua s'po rriten, po jemi për diçka tjetër këtu. Do vi një ditë. Kiara, si u bëre pjesë e këtij festivali? Edhe me sa këngëtar tjerë konkuroje? Atëherë ishte një ftesë që më dërguan dhe ishin shumë konkurrent dhe ishin nga vende të ndryshme të botës, pra ishte një konkurs internacional, në të cilin unë mora pjesë dhe u rëndita në vendin e parë të kategorisë time. Kategoria 10 deri në ishte... 12 vjeç. Okej, shumë mirë. Dhe bëre një këngë të re, apo ishte një këngë që ti e ke patur në repertorin tënd? Jo, kam kënduar me këngën Never Enough. Pra ka qenë e njëjta këngë që ke marrë pjesë në Sanremo Junior. Po, sepse linkun ma dërguan një muaj para se të organizoj koncerti dhe nuk isha kohën e mjaftueshme për të regjistruar një këngë tjetër. A ishte një procedurë e gjatë për të marrë pjesë? Si u regjistrove? Jo, thjesht duhet të nisej linku, pra regjistrimi i këngës dhe duhet të prisnin për përgjigjen, që përgjigja zgjati rreth 3 javë, 1 muaj, diçka e tillë, dhe mora vesh që isha pranuar në konkurs. Në këtë konkurs kam përshtypjen se pjesëmarrësit kanë qenë nga e gjithë bota, apo jo? Po, por më shumë kanë qenë nga Ballkani. Nga Ballkani. Edhe pse ishte internacional. Ti, kur ke pas më shumë emocione, përpara herën e parë, pra në Sanremo në Italisë, apo këtu në Zagreb, sepse duhet themi që herën e parë, ti ke emocionet e herës parë, po herën e dytë, kur ti je fituese ose ke një peshë më të madhe, duhet patjetër që të ruash nivelin tënd dhe pse jo të bësh edhe më mirë. Kështu që na thuaj drejtën, kur ke pas më shumë emocione? Atëherë nuk kam pas dashur emocione sa herën e parë në Sanremo, por normalisht kam pas në Sanremo sepse ishte hera e parë që merrja pjesë në një koncert internacional. Nuk e di, po unë po të merrja pjesë në Sanremo, do kisha herën e dytë më shumë emocione. Edhe unë jam çdo ditë tu dhe çdo ditë kam... Ke emocione? Kam emocione të tregon, pse i fshe emocione? Nuk e di, nuk dalin. Por, Kiara, The Voice of Stars, a do të çojnë në ndonjë kompeticion tjetër, apo ishte thjesht një festival që morët çmime dhe mbetet këtu? Atëherë, jo, thjesht mbetet këtu dhe mora çmimin dhe kaq, nuk është se ka ndonjë pjesëmarrje tjetër. Tani për të regjistruar në këtë event duhet aplikim, apo duhet paguash një fi, apo ftesa ishte gratis, si ndodhi? Pra, në fund fare, gjithë kjo sipërmarrje, kjo ndërmarrje jote, ka një kosto. Kush të kam mbështetur? Atëherë, më kam mbështetur Bashkia Lezhë, të cilën e falenderoj shumë, dhe duhej të klikoj linku dhe sigurisht ishin pagesa të ndryshme, në të cilat unë nuk jam marrur, janë marrur prindrit e mi dhe kushëria ime e cila na ka drejtuar për të gjitha hapat që duhet të lidhnim, dhe deri në momentin që kemi shkuar atje dhe është paguar hoteli, të gjitha gjërat. Tani, unë nuk është se kuptoj shumë nga veshjet, se ka nga s'po e dëgjojmë, po nga veshjet, cilit ka veshur, se cilat ka veshur? Janë ngjyrat e... Atëherë, kostumin e kemi dash vete, e kemi stiluar ne dhe e ka qepur Lorena Malçi, një rrobaçipse shumë e mirë, një stiliste shumë e mirë në Lezhë, se cilën date falenderoj shumë për punën e saj të mrekullueshme që ka bërë dhe... Jo, me të drejtën, ngjyrat janë okej, kurse pastaj ke pjesa e... Nuk ka problem, është festival, Apo pranohen këto gjëra? Pranohen, është festival. Mos jemi qik me të vjetra ne, apo? Je fakti. Jam një qik. Megjithatë, e rëndësishme është kënga. Si u prit kënga?
Pra pati komente mbrapa, përveç reagimeve në salë, a kishte publik? Sa publik kishte? Atëre publiku ishte i madh, pra ishte mbushur salla plot dhe këndova, kënga duhet të ishte një hit botëror dhe pasi këndova të gjithë edhe konkurruesit e tjerë më përgëzuan, më thanë bravo, kam kënduar shumë bukur dhe kaq. Tani kjo është këngë e njohur, nuk është këngë që s'njihet. Shiko, me thënë të drejtën, unë e ngatroj këtë këngë me një tjetër. Aty ku je nga vëndi, ma kujtojnë qik refrenin? Never enough, never, never, never enough, never, never for me, for me, for me. Shiko, ne prandaj të kam vlerësuar ty, sepse ti në mëngjes nga vëndi, pas një provë, duket sikur ke shtypur atë CD playerin edhe... Zëri identik është, si të klipi. Jo më kot je aty ku je. Kiara, a je duke punuar në një këngë tjetër, projekt tjetër? Atëherë, jam akoma e vogël dhe nuk ka akoma projekte konkrete, por sigurisht që dua të marr pjesë në sa më shumë kompeticione internacionale ose thjesht të vendit tonë dhe po përgatis dhe këngë të tjera, kam mësuar shumë këngë të reja. Tekstet i shkruan ti apo ke ndihmë? Jo, tekstet akoma nuk kam shkruar asun asnjë, por nuk më ka ndihmuar askush. Për momentin po bëj vetëm cover, pra këndoj këngë të tjerëve. Okej, shumë mirë. Tani, bas këtyre sukseseve të një pas njëshme, të nivelit ndërkombëtar, a mund të themi që Kiara e ka të qartë në mendjen e saj që karriera do të jetë ajo e këngëtares, apo jo? Apo mendon në një gjë tjetër paralelisht, ke një plan B? Atëherë, kënga është gjithmonë, do thënë më ka pëlqyer gjithmonë, kam pasur gjithmonë qejf të këndoj dhe edhe e shoh veten si një këngëtare. A ke ndonjë këngëtare shqiptare të preferuar që veçon nga tjerat, se me siguri do të kesh më shumë se një? Ose këngëtare? Atëherë më pëlqen shumë Elbana Gjata. Mirë, këngë bukura bën, këngë bukura. Pa tjetër. Edhe në pam një ngjan pak, kolegë. Po, ka një gjashme. Kiara, ne të urojmë suksese pa fund, edhe e dim që ti tani je shumë e zënë, se ftesat i vin vetë, kolegë. Po. I vin vetë edhe shpresojmë të marrësh pjesë në sa më shumë festivale dhe të dalësh e para. Faleminderit. Ti tani do shkosh në shkollë, do kthehesh në shkollë? Është në shkollë, më duket. Po, është në Po, shkollë. jam në shkollë dhe do kthejmë në klasë. Nëse orën e dytë ke matematikë dhe nuk do të shkosh, po duash rrim dhe pak, e zgjasim me çik apo do të. Jo, duhet të mësoj. Jo, kam fiskulturë. Shko atëherë bëj ndonjë kosh apo ndonjë gol, nëse luani futboll. Të përqafojmë, suksese. Shumë urime. Faleminderit për pafshim. Pafshim. Mirë, kolegë, do shkojmë në Kosovë. Pra. Do shkojmë. Domethënë, ja ku është, sepse tash e kemi Rruga e Kombit është afër, s'është asgjë. Me mentorin pas pak.